Mos e paqit fatin e rinisë shqiptare, një kombë që po shpopullohet. Shqipëria po vdes ngadalë. Nuk ka britën që ta ndaloj këtë vdekje të heshtur, por shenjat janë kudo. Rrugët boshatisen, fshatrat shkretojnë, ndërtesat qëndrojnë të mbyllura, ndërsa rinia jon largohet çdo ditë, e detyruar nga varfëria, korrupsioni dhe indiferenca e qeverisë. Kjo është e vërtetë e dhimbshme që askush nuk guxon ta thotë. Brezi i mishkëlqyer, ata që duhet të ndërtojnë të ardhmen, po ndërtojnë Europën, Amerikën, Australinë, çdo cep të botës përveç Shqipërisë. Ata nuk largohen nga ideja, ata largohen nga realiteti i dhimbshëm i një vendi që nuk ka për ta as perspektivë, as shpresë, as drejtësi. Qeveria jon, me premtime boshe dhe projekte që nuk shërbejnë për askënd përveç përfituesve të saj të pasur, është përgjegjëse për këtë katastrofë të heshtur. Nuk ka ligje që mbrojnë rinin, nuk ka politika që nxisin punësimin e duhur, nuk ka investime reale në edukim apo infrastrukturë që ta mbajnë rinin në ade. Shkollat mbeten të papërfunduara, universitetet e shtrenjta dhe të pakapshme, ndërsa çmimet e jetesës ngrihen çdo ditë. Dhe ndërkohë qytetarët e zakonshëm shohin si një elitë politike indiferente luan me fatin e tyre. A janë të ndarë nga dhimbja jon apo thjesht nuk e kuptojnë se një kombë pa rinia e tij është një kombë i vdekur? Shqipëria po plaket pa zë, po plaket pa shpresë, dhe vetëm ata që kanë mundësi largohen, duke lënë pas një vend të shkretuar. Ky nuk është vetëm një problem i rinisë, është një problem kombëtar, një dështim i qeverisë për të mbrojtur dhe për të ngritur një brez të ri të fuqishëm. Çdo ditë që kalon pa veprim është një ditë më shumë që Shqipëria humb mundësinë për të qenë një vend i gjallë, i fuqishëm dhe krenar. Rinia shqiptare nuk duhet të vuajë në heshtje. Nuk duhet të shohim si shkojnë djemt dhe vajzat tona, ndërsa ata që duhet të kujdesen për të ardhmen shohin vetëm përfitimet e tyre. Ky është një thirrje për të gjithë. Duhet të mblidhemi, të kërkojmë llogari dhe të ndalojmë shpopullimin e vendit tonë. Shqipëria nuk mund të vazhdojë të jetojë si një trup i plakur, i lodhur dhe pa frym, ndërsa zemra e saj rinore largohet gjithnjë më shumë. Mos e paci fatin rinia shqiptare, ky është thirrja që qeveria duhet ta dëgjojë para se të jetë tepër vonë.